Hamdi I takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin e rum, Allahu Gjeleshanuhu njeriun e bonit përbon prej dy komponenteve. E boni materje, tjese trup, dhe e boni edhe shpirt. Të dyjave kërkoj që t'ja u japim hakun. Edhe trupi t'ja japim hakun, edhe shpirti t'ja japim hakun. Kërkoj edhe kësaj dunjaje t'ja japim hakun, edhe ahiretit t'ja japim hakun. Jo rasisht Allahu na quajti ummet mesatar, sepse jemi ummet që e mbajmë mesatarën. As nuk e teprojmë ka njëna anë, as nuk e teprojmë ka tjetra anë, po jemi mesatar. Dhe Allahu Gjeleshanu në Kur'an I tha Muhammedit a.s. një kosisht edhe neve, wala tansa nasibaka min ad-dunya, mos e haro hisën tënde që e kien këtë dunja. Se Allahu si cilit I ka bo hisën këtë dunja, po I ka bo dhe hisën në ahiret. Ne nuk duhet ta hupim hisën e dunjas për ahiretin, po as hisën e ahiretit ta hupim për dunja. Po duhet si cilës që japim hakin e vetë. Të mundohemi ta ushqejmë xhamat edhe shpirtin, po edhe trupin ta mirëmbajmë. Dhe këtë për ta bërë, duhet muslimani t'jese besimtar mesatar. Dhe ato që Allahu Gjeleshanuhu na I dërgon si mirësi, po edhe si urdhna dhe ibadete, ta kuptojmë se qëllimin kryesor e kajnë na I forcojnë zemrët tona. Dhe ne xhamatin ndershëm, sot do ta përmendi vetëm një ajet kuranor, si ndërlidhje me atë të cilën duhet ta përcjelli deri tek ju. Dhe do ta përmendi ajetin 113 të surës Maide, vetëm një pjesë të këtij ajetit, ku Allahu Gjeleshanu na tregon se si shokët e Isës a.s. Havariunët I than Isës a.s. se t'ja u zbrese një sofër prej qielli. I kërkun Isës a.s. që t'ja u zbrese një sofër prej qielli. Sofër e mbushet me ushqime. Po çka than? Pse e lypën atë? Na tregon ajetin 113 I surës Maide, ku Allahu Gjeleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, Qalu nuridu an na'kula minha, dëshirojmë thot që të ham prej asaj sofre, wa tatma'inna qulubuna, dhe që të na mbushën zemrët tona, të na qetësohen zemrët tona, të na forcohen zemrët tona me iman. Pra çfarë qenë ka arsyeja kryesore që e lypën atë sofër? Haja, po edhe plotësimi I zemrës. Forcimi I zemrës me iman, mbushje e zemrës me iman. Kjo isha jo esenca kryesore. Havariunët, shokët e Isës a.s. thanë dëshirojmë që të zbrese një sofër të ham prej saj, që të na mbushet zemra. Nuk thanë të na mbushet barki, po thanë të na mbushet zemra. Se besimtari xhamat, qëllimin kryesor e ka ta mbushe zemrën e vetë, ta ushqeje shpirtin e vetë, e jo vetëm barkun. Se nuk jemi materialistë të cilët besojmë që vetëm këtë dynja do t'jemi, lindim, jetojmë dhe vdesim me në fund shkatrohemi e zdalim para Allahut. Jo xhamat, besimtari nuk beson këtë mënyrë. Ne besojmë se pas vdekjes ka jetë tjetër të pafundme. Edhe kjo, pra duhet muslimani në çdo segment të jetës ta kuptoje se duhet përpos barku ta ushqeje dhe shpirtin. Dhe ja po vin muaj Ramazanit, muaj I adhurimit, muaj I ibadetit, muaj në cilin muslimani fillimisht duhet ta ushqeje shpirtin e vet. Dhe Allahu Gjeleshanu kur e përmend Ramazanin në Kur'an, tregon arsye dhe motivin kryesor pse na e boni obligim neve, ashtu si që I boni obligime dhe për popuj tjerë, la'allakum tattaqun, që të boheni më të devotshëm, të jeni të devotshëm në zemrët tuaja. Pra ushqimi I shpirtit duhet të jetë prioriteti jo në Ramazan xhamat. Mos jese prioritet ushqimi I barkut, se kemi fillu Ramazanit që japim një ngjyrim sikur është muaj I të hangmës dhe të pijes. Kemi fillu të japim një ngjyrë Ramazanit, sikur me nxesi presim se sofrët I mbushim plot. Nuk jet as një pjesë e sofrës pa e mbush dikundi.
Pra ja kemi dhënë një ngjyrë ushqimi Ramazanit. Nuk e mbajmë dertin se si ta bëjmë dhe një ibadet ma tepër, si ti shtoj namazet ma tepër, si ta shtoj leximin e Kuranit ma tepër, si të bëj dhe një sadaka ma tepër. Po brenga kryesore është si të ham ma tepër. Çka të ham ma tepër? Në barkin normal se do ta ushqejmë, ama mos jese kjo ajo gajlja kryesore e Ramazanit, xhamat. Mos e mbajmë të vetëm gajle barkun si ta ushqejmë. Luksin Ramazan, prej tash restoranët rezervume, prej tash, hala ka edhe një javë Ramazani sa ka, prej tash kanë nis të rezervojnë restoranët iftarët, para mendoje. Po xhamata, nuk o kjo pak teprim? As ja kemi dhënë pra Ramazanit një kontekst buke, një kontekst barku vetëm? Po në këtë drejtim jemi të equ. Nëse kjo është ajo brenga kryesore, veç dite e pare disa restoranteve të Ramazanit ndoshta s'kajnë iftarët rezervume. Tjerët fulljon deri në fund. Nuk themi se është haram xhamate shkumja restorant, ama pse kemi bo brengë kryesore, që kjo është ai problemi. Se jemi fokusu do të të largu prej devotshmërisë, jemi të fokusu Ramazanin vetëm ka haja. Normal se dhe haja është pjesë e Ramazanit. Iftarët Zoti i shpërblen. Nëse e thirr dikanin iftar, Allahu shpërblen për atë iftar. Ama nuk është kjo ajo esenca e Ramazanit, xhamat. Esenca është la'allakum tattaqun. E ne duhet Ramazanit na e shtoje imanin. Ramazanit duhet na e shtoje devotshmërinë. Nuk duhet xhamat Ramazanit na e shtoje killët. Disave në Ramazan vetëm killët ju shtojnë, a imani hiç nuk ushtohet. E kjo nuk është esenca pse Zoti e obligoi Ramazanin. Esenca është që ne njerëzit në shpirt bëhemi më të mirë. E nëse arrim këtë, atëherë kemi mbajt Ramazan. Ama nuk është brenga e Ramazanit ta ha syfyrin, ta ha iftarin. Disa njerëz i Ramazanin e kanë kuptuar vetëm syfyr iftar. A brenda kësaj as namaz as kurxhan. E po atëherë çfarë Ramazani është ai? Ai është Ramazan i lukthit vetëm. Vesh një organ trupin tënd është e agjeru. Qerët organi kërkundisjon. E shpirti më mos folim hala ma hiç. Allahu xheleshanuhu lypi që ne edhe trupi edhe shpirti të na agjeroje. E inshallah tash si afrohet ki muaj Ramazanit, xhamat jemi të kujdesshëm, teprimin Zoti nuk e don. Luksin Allahu nuk e ka lyp. Mos i ngarkojmë vetvetes gjane që Zoti s'na i lyp. Nuk them që mos dilet në iftare, po mos na bëhet brenga kryesore iftari xhamat. Se nuk ka ardhur Ramazanit na mësoje si të gatojmë bukë. Po Ramazani ka ardhur si ta plotësojmë shpirtin ton, bëfmi njerëz më të mirë. Si të bëfmi njerëz besimtar si duhet. E nëse përmirësofmi, çajo xhamat do ta kuptojmë se Ramazanin e kemi kuptuar në thelbin e vet. Ama nëse kur gjas kemi përfituar dhe në fund Ramazanit ne dalim të njëjtë, besëm se disa kile që i kemi shtu, atëherë se kemi arrit atë që Zoti e lyp prej neve. Inshallah Teala, ta shfrytëzojmë xhamat këtë muaj Ramazanit që vin me ibadet. Ta shfrytëzojmë me punë të mira. Ta shfrytëzojmë me adhurime të ndryshme. Nëse kemi bë mëkate, ti lëm mëkatet. Nëse kemi bë ibadete, ti shtojmë ibadetet. Inshallah Allahu Teala na e bëj të mundshme to adhurime që i bëjmë, na i boje kabul e makbul. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.